Mirë se erdhët në Përballje Podcast, unë jam Muhamet Herullah. Sot do të flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme që ka të bëjë me kujtesën dhe drejtësinë tranzicionale dhe krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë nga Serbia dhe ushtria serbe në atë kohë. Do të diskutojmë për mandatin ligjor të institutit, të dokumentimin e krimeve të luftës, sfidat, rezultatet, planet, si dhe rolin që ka ky institucion, pra instituti për krimet e kryera gjatë luftës. Gjithashtu do të flasim edhe për aktivitetet që kanë ndodhur së fundis, sikurse që është fjala për forumi i dytë zonë kujtesë, që këtë vit trajton helmimet e nxënësve në vitet 1990-92. Por jo vetëm për këto tema, por edhe me tema tjera do të flasim me zotrin Adhe Hetemi, drejtor i këtij instituti. Përshëndetje zotë Hetemi. Përshëndetje. Vjen shumë mirë një temë kaq e rëndësishme, një institut gjithashtu shumë i rëndësishëm që kohëve të fundit ka filluar sa herë më shumë të jetë më proaktiv me punën, një institut që është i rëndësishëm jo vetëm për të sotmen, por edhe për të ardhmen e Kosovës, për të dokumentuar të gjitha ato krime që kanë ndodhur në Kosovë gjatë luftës së Kosovës. Nëse mujmë pak fillimisht për publikun me tregu rolin, mandatin dhe rëndësinë e këtij instituti, zotë Hetemi. Sigurisht instituti ka ligjin e vet për institutin e krimeve të kryera gjatë luftës së Kosovë, që i bie ka një si më thon kornizë ligjore të etabluar mirë, të miratuar me ligj, dhe ka për mision dokumentimin dhe hulumtimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Sipas ligjit, mandati jon është për dokumentimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve ekonomike, krimeve psikosociale, krimeve të shkaktuara në ambient dhe krimeve karshi trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore në vend. Sa i përket periudhës kohore, ligji specifikon qartë, periudha prioritare është prej 1 janarit 98 deri në qershor 99. Gjithatë ligji do të thotë i ka dhënë mandat institutit që gjithashtu të dokumentoj krime të periudhës së pas luftës, që bie qershor 99, dhjetor 2000. Fatkeqësisht me gjithë asaj që ne kemi pasur krime për shembull që janë shkaktuar nga ana e minave që janë montuar, që kanë qenë të vendosura në periudhën dhe ato ka ndodhur pastaj. Ato kanë ndodhur pas viteve 2000, megjithatë instituti nuk është që ka mandat për dokumentimin e asaj pjese. Kjo është për periudhën e pas qershorit 99, ndërsa ligjvendësit janë treguar jashtëzakonisht shumë do të thoja të qartë, sepse i kanë dhënë mandat institutit për të dokumentuar edhe krimet që kanë shpirë deri te lufta, pa përcaktuar domosdoshmërisht periudha, do të thotë, ose afate limite kohore. Andaj, si rezultat i kësaj hapësire ligjore që e kemi, në forumet e tona zonë kujtesë, për shembull, ne dokumentojmë krimet për ushtarët e vrarë në armatën e Jugosllavisë që fillim viteve të 80-ta. Në forumin e dytë kemi pasur jemi marrë të thot me dokumentimin e helmimit të nxënësve në fillim të vitet të 90-ta, e kështu me radhë. Në të ardhmen shpresoj që do të trajtojmë tema që jo domosdoshmërisht ndërlidhen me periudhën 98-99, por edhe në periudha më të thella historike. Përmende jashtëzakonisht te pjesa e parë lash qëllimisht që ka të bëjë me rolin dhe mandatin, por gjithashtu edhe te le të themi jo detyrimit, por veprimtaria konkrete e institucionit dokumentimit të krimeve të luftës, dhe përmende 2-3 elemente, dhe vrasjen e shqiptarëve në ish armatën jugoslave të Jugosllavisë në atë kohë. Gjithashtu përmende çështën që ka të bëjë me helmimet e Kosovës në vitet 90-92. Tash kjo ka ndodhur së fundi dhe ka marrë një jehon të madhe për faktin që erdhe edhe nga vetë aktiviteti që ju e marrët në institut, edhe morë një jehon edhe më të madhe, dhe fakti që sot ne po bashkëbisedojmë këto për një temë kaq të rëndësishme, për cilën gjeneratat e reja dorën zemër nuk kanë shumë njohuri, pra kanë gjeneratat më të vjetra të cilët i kanë përjetuar ose prindrit e atyre nxënësve, por jo dhe gjeneratat e themi që kanë lindur pas vitit 2000. Dhe kjo është një kujtesë që e kthen ajo që ka të bëjë me ballafaqe me të kaluamën, pra na tregon është një histori që ka ndodhur. Çka është roli te
dokumentimi i helmimeve dhe sa keni mujt me pas informacione për të shpërnda apo për t'i dokumentu edhe për publikon? Mohamed, ajo që është më e dhimbshme do thëja është që ne si shoqëri në të kaluara nuk është që kemi arritur për t'i dokumentuar krimet e kryera karshi ndoshta në veçanti popullsisë shqiptare edhe për periudha të mëhershme, lere më për këtë të fundit. Andaj e konsideroj si diçka shumë urgjente që instituti të kontriboj edhe në ngritjen e vetdijes së shoqërisë gjeneratave të reja, por edhe në dokumentimin e mirëfillt me një metodologji profesionale dhe etike të krimeve të kryer gjatë luftës në Kosovë, por edhe të krimeve që kanë shpirë deri te lufta. Fillimisht duhet vënë në pas se ideja për dokumentimin e krimeve nuk është për qëllime revanshi, po është për të treguar se pavarësisht se gjatë luftës apo gjatë konflikteve që kanë qenë në periudhën e para vitit 98-99, një pjesë e shoqërisë mund të humbë më shumë se një tjetër, por në fundit lufta është e dëmshme edhe padobishme për të gjithë. Instituti, megjithëse është krijuar së voni, Pra ka 2 vite që është krijuar në nëntor të vitit 2023, megjithatë ka arritur që të grumbullojë një sasi të konsiderueshme materialeve. Këtu fal edhe disa tentativave të mëhershme nga ana e institucioneve dhe nga ana e do të thëja organizatave shoqërisë civile, pastaj fotoreporterëve, mediave e kështu me radhë. Por ajo që është më ndryshe tani është se iniciativa institucionale ka pasur edhe më herët për krijimin e institutit, por ato iniciativa janë ndërmarrë me anë të një vendimi të një ministri, që i bie nuk ka pas nuk ka pas edhe ligj, nuk ka pas një ligjor, absolutisht. Edhe pastaj janë mbyll me anë të një vendimi të një ministri tjetër. Do të thotë ka pas tendenca për dokumentim për në mënyrë të fragmentuar, për shkak të mungesës së kornizës ligjore, E qartë. edhe për shkak të mungesës së një metodologjie profesionale që merret me dokumentimin dhe holëntimin e krimeve të kryer gjatë luftës së Kosovës. Megjithatë, gjitha ato materiale që kanë arritur të mbledhen më herët, për shembull një institut që ka ekzistuar nga viti 2011 deri në vitin 2017 për një periudhë 7 vite e gjys, ka prodhuar një sasi të caktuar të dokumentacionit, diku rreth 12 metra gjatësi arkivore, ne kemi marrë, kemi trashëguar materiale dhe kemi vendosur në arkivin e institutit aktual. Edhe tani për shembull ne kemi materiale të mbledhura nga 14 shtete të ndryshme dhe kemi sa i përket sasisë mbi 400 metra material fizik arkivor. Sepse vlera e një arkivi matet në proporcion me numrin e metrave gjatësi të materialit që i ka. Do të thotë, i kemi trashëguar nga instituti para prag 12 metra, cili ka funksionuar për një periudhë 7 vite e gjys, tani kemi arrit me i mbledh mbi 400. Po si kemi arrit me i mbledh këto, është me rëndësi të theksohet si rezultati i mbështetjes që i kemi marrë nga institucionet, nga organizatat, nga mediumët, nga fotoreporterët, nga familjarët e viktimave, por edhe nga vetë viktimat e mbjetuara. Dhe do të thotë tani për momentin kemi material në institut nga mbi 650 burime, ndoshta 600 gati 700 burime të ndryshme, të mbledhura dhe të grumbulluara prej 14 vendeve të ndryshme të botës. Ky fakt, ky fenomen e ka shndërru të thëja institutin në një pikë grumbullimi, ku gjithë ata që posedojnë materiale i dorëzojnë në institut në njërën anë, edhe në një pikë referencimi, sepse edhe tani arkivat e tona vinë për t'i hulumtuar profesor të vendeve të ndryshme, gazetar, producent, artist e kështu me radhë. Do të thotë ne kemi ardhur në atë pozicionin ku jemi bërë një lloj nyje që mbledhim materiale, por edhe i ndajmë ato me të tjerët. Edhe në një farë forme edhe i pasurojmë fondet arkivore të institutit, po edhe i pasurojmë me fonde duke ju dhënë qasje gazetarëve, hulumtuesve, producentëve kështu me radhë, në mënyrë që punimet e tyre shkencore, apo të blogs, artikujt e tyre gazetaresk, apo filmat e tyre dokumentar apo artistik pasurohen përmes këtyre fondeve që ne i kemi. Unë besoj që kjo është e mira më e madhe që do të thotë përfaqëson institutit tani. Tjetra
kjo ka ndodhur për një periudhë relativisht shkurt kohore, do thëja që t'jem pak modest. Në nëntor të vitit 2023, kur jam emëruar si drejtor ekzekutiv i institutit, kam qenë veçon edhe ligji. Tani e kemi një institucion i cili gjatë kësaj periudhe kohore në njërën anë ka forcuar kornigjen legislative, metodologjike, etike të punës, do të kemi rregullorën për funksionalizimin e institutit e kështu me radhë. Është kriju instituti me 3 departmente edhe me një numër divizionësh të ndryshme të cilat janë të gjitha funksionale. Jemi të punësuar për momentin si stafi rregullt mbi 40 punonjës. Jemi të Pra nga ligji dhe te, tash keni është rrit stafi në 40 persona. Jemi të shtrirë në 6 rajone të Kosovës. Në qendrat kryesore? Qendrat kryesore, kemi zyrën qendrore në Prishtinë, arkivin i cili plotson të gjitha standardet ndërkombëtare për një depo arkivore. Normal kjo nuk ka ndodhur vetë si rezultati i angazhimit tonë, edhe pse angazhimi i stafit të institutit nuk është që ka munguar, por ka ndodhur si rezultat i mbështetjes së vazhdueshme që e kemi pas pe anës qeverisë, pe anës të komunave të Kosovës, sepse kemi mbledh material prej 33 komunave të ndryshme. Do të thotë kemi bërë marrëveshje në farë lloj proces verbali, kemi nënshuar me kryetarët komunë dhe gjitha materialet që ata i kanë pas në komunën e tyre na kanë asistuar që t'i mbledhim. Kemi nënshuar marrëveshje bashkëpunimi me institucione shtetërore të gjitha shteteve të rajonit përveç Serbisë. Do të thotë në Bosnë kemi marrëveshje me Srebrenica Memorial Center, në Shqipëri kemi marrëveshje me arkivin e Ministrisë Punëve të Jashtme, arkivin e shtetit dhe bibliotekën kombëtare. Në Maqedoni kemi gjithashtu marrëveshje me Institutin për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore, njëjtë në Malë të Zi, gjithashtu kemi marrëveshje, sepse ideja që e kemi përqu prej fillimit që tendenca për dokumentimin e krimeve të luftës nuk është si që ceka, Në fillim por është që ta krijojmë një institucion i cili prodhon të vërteta të caktuara historike, të verifikuara ose të filtruara me një metodologji profesionale akademike, edhe të cilat pastaj do të vëhen në përdorim apo të shërbejnë kategorive të ndryshme. Zote teme, ju lash qëllimisht me shpjegu për publikon, po derisa ju folnit, kam 2-3 çështje që po du pak me zbërthy të pjesa. I përmende 650 deri në 700 burime, përmende arkiva të ndryshme që kanë ardhur edhe nga fotoreporterët, nga gazetarët e kohës të luftës, fotoreporterët e kohës të luftës që kanë qenë në atë kohë dhe kanë dokumentuar të gjitha ato që kanë ndodhur në Kosovë, por edhe para viteve në 98, 99, sikurse në rastin e helmimeve të nxënësve në vitet 90-92. Gjithashtu përmende aspektin që ka të bëj edhe me burime të tjera, pra ka pas këtu edhe gazetarë dhe media ndërkombëtare të cilët kanë. Tash, ajo çka mu po intereson e përmes pyetjes sam me kuptu publiku. Pra, nëse dikush i bjen qoftë filmime, qoftë dokumente, qoftë fotografi, ose filma aparatit që ka ndodhur në atë kohë, çfarë ndodh me këto dokumente dhe këto informacione që vinë? Ato arkivohen, apo përpunohen, apo çfarë ndodh në realitet me këto? Si shkon ky dokumentimi? Po e bëj pyetje pak më për toke që me kuptu njerëzit. Jo, pyetje shumë valide. Na njërën për problemeve, sfidave më të mëdha në fillim e kemi pas mungesën e besimit të qytetarëve, por edhe të ekspertëve vendorë ndërkombëtar, për shkak se si thash ka pas tendenca për të dokumentuar dhe për të mbledhur materialet, por ka njerëz shumë që i kanë dorëzuar materiale dhe pastaj nuk e din kujt e kanë dorëzuar ose çka kanë kanë përfunduar ato materiale. Për atë arsye unë kam kushtuar jashtëzakonisht shumë rëndësi krejt në fillim kësaj kornizës apo infrastrukturës ligjore, procedurale, metodologjike e kështu me radhë. Para se me fillu me mbledh materiale, para se me fillu, e kemi prodhu një dokument që quhet proces verbal dhe një tjetër që quhet regjistër. Okay. Në momentin që pala dëshiron me dhuru ndonjë material në institut, ne së bashku me palën e plotësojmë regjistrin, e protokolojmë atë, një kopje ja dhejmë. Pra institucionalizohet. Institucionalizohet dhe në momentin që materiali dorëzohet në institut, përgjegjësinë ligjore për ruajtjen
verifikimin, e kështu me radhë, procesimin, arkivimin e atij materiali me automatizëm e merr instituti. Por edhe pala e merr një kopje të atij proces verbali dhe të atij regjistri ku regjistrohen të gjitha materialet që i ka dorëzuar. Pastaj, në mënyrë që të tregohemi korrekt karshia tyre që i kanë rujt këto materiale, apo i kanë prodhu me vështirësi këto materiale, ne e kemi këtu zotin Ridvan. Kolegun tonë, Ridvan Slivova. Për shembull, në mënyrë që të tregohemi korrekt me ta, çdo fotoreporter, gazetar, ekspert apo institucion që dorëzon materiale në institut, ne e krijojmë fondin arkivor me emër të përvetshëm, për shembull zotëri Ridvan Slivova. Krijohet, si më thon, fondi arkivor në emrin e tij. Kushdo që e përdor atë material në të ardhmen, qoftë për qëllime hulumtimi, qoftë për qëllime kulturore, apo qoftë për qëllime gjyqësore. Përpunime përpunime të po. Palët që vinë me marr materialin obligohen që atë ta referencojnë duke i dhënë kreditin burimit. Është arkivi i institutit, fondi filan fisteku. Në mënyrë që të jemi korrekt me të gjitha palën. Kjo është një. Pastaj, në mënyrë që të jemi sa ma profesional, të pa-anshëm, por edhe korrekt, ne kemi zhvilluar një metodologji të detajuar shkencore, e cila i parashef të gjitha hapat një për një, prej momentit të identifikimit të materialit, pastaj kontaktimi i palës, pastaj mbledhja e materialit, pastaj kur vjen ai material në institut, proceset e verifikimit, procesimit dhe arkivimit. Do të thotë, ideja është që të prodhojmë, të mbledhim dhe të prodhojmë materiale që janë të referencueshme për punime shkencore ndërkombëtare. Pastaj që janë të referencueshme edhe për procese të ndryshme gjyqësore, kulturore, ku ta diun. Edhe me thonë të drejtën, kolegët tonë, unë i kam lutë, por edhe ata e kam pa shumë të rëndësishme, që të krijojnë jashtëzakonisht shumë rëndësi secilit hap të parapar në manual apo në metodologji. Unë e tham me bindje që metodologjia jonë është kogja e avancuar, edhe kjo për faktin se nuk e kemi bërë vetë krejtësisht. Thot, asnjë dokument që është prodhuar në institut nuk është bërë vetë nga institut. Drafti parë është formulu, pastaj kemi kriju grupe punës me ekspert, profesor të universitetit të Prishtinës apo universiteteve tjera, gazetar, individ që kanë ekspertizë në këtë fushë, institucione gjyqësore, policia e kështu me radhë. Respektivisht e kemi paraqit metodologjinë, kemi marrë kritika, sugjerime nga ana e tyre, i kemi përfshirë në metodologji, dhe pastaj kemi marrë vendim që ta aplikojmë në vazhdimsi. Gjitha këto dokumente janë të qasshme në website dhe marrim me shumë kënaqësi sugjerime dhe kritika shtesë për të avancuar më tutje metodologjinë. Tjetra, pse e tham që është një metodologji e avancuar, është për shkak se të njëjtën e kam prezantuar për shembull edhe në konferenca të ndryshme ndërkombëtare ku kanë marrë pjesë përfaqësues të instituteve për shembull të gjitha shteteve të Evropës qendrore për dokumentimin e krimeve të komunizmit. Pastaj metodologjinë tonë kanë ardhur që ta marrin për aplikim edhe vende të tjera që janë për momentin në luftë, sikur për shembull Ukraina apo në vende postkonfliktuese në vende të tjera. Kështu që mund vjen shumë mirë që instituti si institucion e Republikës së Kosovës është edhe duke prodhuar ekspertizë që po e ndan me vendet e tjera, njëjtë siç kemi përfituar edhe ne në momentin e periudhës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, zoti Etimi, në kohën kur po them kështu kushtimisht pala tjetër, ka prodhu gjatë këtyre viteve dokumentar të ndryshëm duke tentu qoftë për masakrën e Reçakut, qoftë për masakrat që ka ndodhur në Kosovë duke tregu diçka që është e pavërtet, një narrativ që realisht nuk është e vërtetë. Dhe madje ka pas kritika ndaj Kosovës me të drejtë edhe nga shoqëria civile, edhe nga aktorët që a jemi të bënë na mjaftueshëm sa i përket sepse ne ishim viktima, pra jo dikush tjetër, dhe masakrat të bën ndaj popullatës shumicë. Dhe çka gjithashtu i ka mungu Kosovës në këto vite është gjithashtu kjo aspekti i dokumentimit, pra si kjo që ne sot e kemi. Sepse me këtë mund të shkoj kjo në çdo ambasadë të Republikës Kosovës anë kënd dhe të ndohet me palët e tjera për studiuesit tashëm, për
kolumtusit, për gazetarët të cilët merren me tema që kanë bëjnë me drejtsinë tranzicionale apo ballafaqimi me të kaluamën, por tash a kemi me pas dokumente më shumë të tilla si kjo, katalogje të tilla, ekspozita, të cilat e shtojnë, domethënë nga dokumentimi që po vjen si arkiv në dokumente të cilat pastaj mund të edhe shpërndohen dhe të jenë të qashme për publikun sa ata që kanë nevojë. Unë pajtohem plotësisht me juve, zotëria Rullo, që si rezultat e mungesës së dokumentimit në mënyrë të mirëfillt dhe të institucionalizuar, Kosova deri para disa viteve, ndoshta edhe sot, ka marrë pozicion defanziv sa i përket krimit kryer gjatë luftës në Kosovë. Pra i kisha nevojshme me thonë. Ajo çka menoj që është një zbrastire për cilën duhet punuar për ta përmbushur akoma më shumë, por ajo është ka filluar të përmbushet, mendoj tani, është fakti që institucionet së fundi kanë filluar të kushtojnë rëndësi do të thotë mbështetjes së vazhdueshme ndaj instituteve sikur ky joni që është akademik dhe institucional, kisha të thonë, ndaj institucioneve të drejtësisë që merren me dokumentimin e krimeve të luftës, por edhe kanë kushtuar një rëndësi nëse e krahasojmë me periudha paraprake, pak më ose shumë më aktive, të thoja. Si rezultat, na sot e kemi institutin, i cili ka arritur që të grumbullojë një sasi të konsiderueshme të materialeve, andaj aq është e madhe sasia e materialeve që e kemi grumbullu, sa që fatkeqësisht ne vetë si institut nuk kemi mundësi që ta procesojmë të tërën dhe të prodhojmë, do të thotë filma dokumentar apo artistik, por edhe çka do të bëhet? A do të ketë bashkëpunim me të tjerët, sepse jashtëzakonisht ka dokumentime, domethënë ka krime që janë kryer, ka dokumente, ka fotografi, ka filmime, ka raporte, por tash a duhet na me kry punën tjetër, pra këto është roli edhe institucioneve tjera. Kur po them roli institucioneve tjera, shpeshherë gjithashtu kemi kritikuar na Kosovën, sepse kritika konstruktive mendoj që i ndihmon në përgjithësi që duhet ta themi, a kemi pas filmat mjaftueshëm të luftës që ka ndodhur së fundi, çfarë lloj ku duhet të fokusohet Kosova, dokumentar televiziv, dokumentar të cilët do të realizonte le të themi radio televizioni publik i Kosovës, si televizion publik, por pa dallim edhe televizionet tjera dhe media tjera online e tjera. Pra do të ketë një fokus. E di që kjo nuk është punë tash e instituti e ka rolin dhe mandatin e vet, po besoj që instituti mundet me nxit, me ndiku, me bashkëpunu. Unë mund të jem ndoshta subjektiv se për mua asnjëherë nuk mund të ketë mjaftueshëm, do të thotë materiale që dokumentojnë krimet e kryer gjatë luftës, gjithmonë mund bëhet më shumë dhe prej cilave do të përfitonim më shumë. Ajo që më takon mua me thënë është se ne si instituti kemi iniciuar bashkëpunimin madje edhe e kemi zgjeruar dhe e kemi thelluar më tepër me Ministrinë e Punëve të Jashtme, respektivisht me ambasadat apo konsulatat që ne i kemi nëpër botë. Për shembull, çdo produkti i institutit ndahet me Ministrinë e Punëve të Jashtme apo edhe ministritë e tjera të linjës në mënyrë që të shërbejë atyre si mjet për ta ndarë më tutje të vërtetën në lidhje me krimet e kryer gjatë luftës në Kosovë. Pastaj e kemi zgjeru bashkëpunimin edhe me institucione edukative arsimore, respektivisht me Universitetin e Prishtinës, me Bibliotekën Kombëtare, por edhe me Muzeun e Kosovës. Tani për momentin e kemi marrë një projekt i cili po mbështetet nga Ministria e Kulturës dhe që ka për objektiv që të dokumentojë 10 masakra që kanë ndodhur në Kosovë me metodologjinë të cilën e ka propozuar ose të cilën e aplikon instituti, por ose me metodologjinë me të cilën është dokumentuar masakra e Krushës së Madhe nga ana e Universitetit të Prishtinës më herët. Në të njëjtën kohë ne i njoftojmë madje edhe përmes prezantimeve me fakultete të ndryshme të Universitetit të Prishtinës, si Fakultetin e Arteve, se cilat janë llojet e materialeve, burimet që i kemi, si duhet të qaseni ato, dhe i kemi hap dyert për të gjithë ata studiues, gazetar, organizata jo qeveritare që pra mund të kenë qasje, edhe gazetarët, edhe
njerëzit që duan të merren me tema ka të bëj me krimet e luftës të bëra gjatë luftës para, edhe me ballfaqim studentët, studiuesit, producentët, okay. regjisorët e ndryshëm, na I kemi ftu në vazhdimsi. Ajo çka mua nuk më kënaq fort, se tash mund të jem subjektiv, se unë kur nuk jem I kënaqur me numrin e njerëzve që vinë. Gjithmonë mendoj që ka më shumë materiale dhe ka instituti potencial me ndarë më tepër, është fakti që ne kemi më shumë vizitorë të arkivit apo studiues që vinë prej vendeve të ndryshme se sa studiues nga vetë Kosovë, edhe vetë jem në Universitetin e Prishtinës edhe në vazhdimsi edhe me këtë podcast une po du na mi ftu edhe me edhe me nxit na që ka dalë se ka 2 vjetë, 3, ka edhe në të kaluar më ndorën zemër, mos të him në hak ndaj të tjerëve, po të institucionalizuar në aspektin me ligj, kemi institutin që është krijuar së fundi dhe kemi materiale të cilat mund të shfrytëzohen për dokumentimin e tyre, qoftë në punime shkencore, qoftë në dokumentar të ndryshëm dhe filma të cilat mund të krijojnë të rinë dhe të reja të Kosovës. Muhamet, unë mendoj që unë edhe më herët kam punuar me krimet e krijuara gjatë luftës, po jo në këtë intensitet siç jam tani për momentin në institut ose këto 2 vitet e fundit, që e kam kuptuar që janë 2 mënyra kryesore për me mujt me bo një dokumentim të mirëfillt. Një është qasja gjithëpërfshirëse që I bie të bashkëpunojmë me sektor të ndryshëm, do të thotë bashkëpunon me viktimat të mbijetuara, familjarë të viktimave, gazetarë, institucione të kulturore, institucione edukative arsimore, institucione drejtësise, kështu me radhë në mënyrë që të prodhohet një dokumentim sa më I thellë. Kjo është shtylla ne, është qenonit gjithë përfshirës, edhe qenonit I hapur për të gjithë. Edhe shtylla numër 2 është përdorimi I një qasje interdisciplinare shkencore, kur kemi të bëjmë me dokumentimin e mirëfillt. Çfarë kupton kjo? Në grupet punuese apo qasjet që duhet përdorur kur duam ta dokumentojmë një krim është, do thotë duhet të ketë qasje shkencore ligjore, antropologjike, mjekoligjore, artistike, do të thotë krejt format e mundshme në mënyrë që një krim të dokumentohet në mënyrën sa më profesionale që e lejon shkenca dhe që e lejon bashkëpunimi. Tash, nëse nalim edhe analizojmë a ka potencial instituti si I tillë që të bëj, sidomos duke pas parasysh fatkeqësisht numrin e madh të krimeve që janë kryer në Kosovë. Nuk ka, andaj është I obliguar për shembull për krime ekonomike që të bashkëpunoj me fakultetin ekonomik, me ekspertë e ekonomisë, me qendra të ndryshme që I përdorin ato formulat e tyre matematikore apo cilat do që t'jenë ato në mënyrë që ta dokumentojmë një krim. Për shembull të dhënat për kur kemi të bëjmë me dokumentimin e trashëgimit kulturor, ne duhet të bashkëpunojmë me historian, me arkitekt, me institucione të ndryshme. Por në pamundësi për t'i bërë këto gjëra vetë, ne kemi vënë vetin në shërbim të këtyre institucioneve apo ekspertëve. Si vjen pala, kërkon, thot, jam duke e bërë dokumentimin e këtij krimi, çka keni material për këtë krim, këtë lokacion, këtë ditë, këtë datë, dhe ne ja afrojmë gjitha materialet që I kemi. Kjo është më tepër administrative dhe gjithashtu normal ne kemi departamentin për ulëmtime akademike, I cili ofron ekspertizën e vet, por kjo është e limituar, sidomos duke pas parasysh faktin që ne jemi institucion, për shembull, jemi shërbys civil ose publik dhe nuk mund të jesh atraktiv për ekspertët më të mëdhenj të fushës, megjithëse ne gjatë procesit të rekrutimit I kemi përgjedhur njerëzit më të mirë të mundur që kanë aplikuar, por kjo nuk do të thotë që më të mirë, akoma më të mirë mund të ketë në institucione tjera që janë të specializuara në fushat të caktuara për cilat ne kemi materiale dhe për cilat ne mund të ofrojmë dëshmi për t'i dokumentuar. E qartë, për shkak që po na shkon e koha jashtëzakonisht një temë shumë e rëndësishme e nesër me rolin dhe rëndësinë e institutit për krimet e kryera gjatë luftës, dokumentimin të dhënat, mënyrat e burimet që I përmendët, e shpjegum gjithashtu procesin që ka të bëjë se çfarë ndodh pastaj, që është shumë e rëndësishme, sepse shpeshherë që kjo krijohet që ajo përshtypja e parë. Në rregull, është instituti, është ligji, janë dorëzu, por çfarë ndodh pastaj që është shumë e rëndësishme, e tash unë e ripotencoj që mundësitë janë të jashtëzakonshme,
për publikimin, dokumentimin, realizimin e tyre dhe mendoj që tash është gjithashtu pala tjetër e të tjerëve për me përdor këto dhëna të grumbulluara në institut. Ne vesh kemi fillu Muhamet me bët publikime. Për shembull, në shkurt të këtij viti kemi pas konferencën e parë shkencore në të cilën kanë marrë pjesë profesor të ndryshëm ose ekspert të fushës nga nën universitete shumë prestigjioze në botë, Universiteti New York, Amsterdamit, Bournemouth, Westminster, Dublin University, Universiteti Prishtinës. Pra interes ndërkombëtar. Po. Të gjithë këta profesor dhe profesoresha të nderuara kanë ardhur në institut, kanë marrë materiale, kanë bërë punimin e tyre shkencor dhe tani i njëjti libër me artikuj shkencor është pranuar për publikim nga Routledge në shtëpi prestigjioze, Routledge Southeast European Series, dhe do të publikohet këtë vit. Njëjtë në shkurt të vitit 2026 dhe kemi konferencën e dytë shkencore. Kësaj herën e kaluar kemi folur për krimet e luftës në përgjithësi dhe domosdoshmëria e dokumentimit. Tani në këtë konferencë shkencore gjithashtu kanë aplikuar një numër i madh profesorësh dhe janë përzgjedhur duket 13 abstrakte nga vende të ndryshme të botës. Edhe do të vinë këtu në shkurt të vitit 2026 dhe do ta trajtojmë temën nga lufta në shërim, from war to recovery. Okay. Do të thotë ideja është me trajtu se si ka mundësi që traumat e luftës me ndiku të një shoqëri, po megjithatë ajo shoqëri megjithëse ka përjetuar këto trauma ka psuar një progres, dhe tani është një shtet funksional, një shoqëri funksionale me aspirata për integrim në Unionin Evropian, organizata ndërkombëtare e kështu me radhë. Por në mënyrë që të jemi sa më të panshëm, ne normal edhe profesor nga Universiteti Prishtinës apo profesor vendor do të prezentojnë me abstraktet e tyre dhe punimet e tyre, por kemi treguar të hapur edhe ndaj profesorëve ndërkombëtar, sepse i kemi kriju faktet edhe dokumentet që janë të besueshme sapo të shërbyer si referencë për punime shkencore. Ja u japim faktet, ata i analizojnë. Dhe ata analizojnë në aspektin profesional dhe akademik. Kjo është mënyra më e mirë e vërtet do thot për ta dokumentuar të vërtetën historike. Po kjo është vetëm njëra prej shtyllave. Përveç do të thotë shtyllës aspektit të edukimit anës arsimore dhe akademike, ne kemi punuar edhe në fushën e kulturës, për shkak se një numër i konsiderueshëm e ekspozitave që janë organizuar në këtë vit, sikur kjo për shembull e forumeve zon kujtesë. Po, dhe doshta pyetja ime ishte në vende të tjera. Duke ju falendëruar bashkëpunimit që kemi pas me ambasadat të Kosovës, për shembull në Kanada, në Gjermani, në Zvicër, vende tjera ku kanë kërkuar material, ne kemi nda, pastaj janë kuruar ekspozitat dhe janë hapur për. Zoti Jetimi, kjo për shkak të zhvillimeve e që e përmenda on, domethënë kujtesën e luftës e kemi më të freskët gjenerata që e ka përjetu, ndërkohë që gjeneratat që kanë ikur pas vitit 2000, e dini, është gjeneratë e re, tash natyrisht dhe e vërteta gjithmonë duhet të thotë, historia nuk duhet të harrohet, po kur po flasim për elmimet është 10 vite më herët dhe natyrisht që gjeneratat e fëmijë ton as që e dinë këtë çështje. Dhe dokumentime të tilla, raporte, katalog të tillë, po besoj që keni plane edhe për fush veprimtari tjera në të ardhmen, nuk do të ndalet këto. Patjetër, do të thotë na kemi material shumë më shumë se sa që kemi mundësi me publiku përveç planeve tona që i kemi me vazhdu me konferencën shkencore, forumet zonë kujtesë, ekspozitat e ndryshme që arrin të organizojnë vetë, ne jemi hapur edhe për të tjerët që ti shfrytëzojmë për të marrin avantazhin e ekzistencës së këtyre materialeve për të ndërtuar madje karriera akademike apo kulturore e kështu me radhë. Është fatkeqësi e madhe, unë për vete thash duhemi me pranu që ne si shoqëri edhe si institucione kemi ngjequr sa i përket dokumentimit. Më herët këto janë iniciativat e para që janë marrë 4-5 vitet e fundit që me institucionalizuar në këtë mënyrë, në këtë format, do të duke krijuar si them infrastrukturë fizike që janë zyrat, arkivat, shpërndarja në krejt rajonet e Kosovës, pastaj edhe pajisjet e tjera që duhen për procesin e dokumentimit, dhe duke krijuar kornizë ligjore, rregullative, metodologjike, etike. Dhe iniciativa e parë serioze është kjo, po megjithatë ka qenë e dhëmshme për mua kur tani për shembull
takoheshim në këtë forum me disa viktima të mbijetuara dhe tregonin atë shqetësimin që e kanë ndjerë që gjatë 35 viteve të fundit. Kjo është iniciativa e parë institucionale për një gjë të tillë. Ka pas iniciativa nga mediat, nga shoqëria civile, madje edhe iniciativa individuale nga vetë ata, po është tjetër ndjesi sipas tyre kur shteti mbrapa është duke bërë. Absolutisht. Dhe kjo është ajo pjesa e punës që sigurisht e jep një farë satisfaksioni edhe tregon se sa fistike është që të kontribuojmë të gjithë ne për zhvillimin e më të tjeshëm, qoftë të institutit, qoftë të iniciativave që ndërlidhen me të vërtetën historike, sepse në fundit e vërteta nuk është që shohet apo tretet, por mund të injorohet nga njerë edhe mund të nënvlerësohet se sa e fuqishme është për të bërë, do të thotë, edhe më të, si me thonë, edhe qytetar më të devotshëm, absolutisht, po. Edhe me dëshira më të mëdha për me ndërtu tutje vendin e shoqërinë. Koha na shkoi pejt për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme që do të kemi mundësi me diskutu edhe në vitin para prak për të gjitha këto aktivitete që i përmendëm. Ajo që ndoshta te fundi i këtij bashkëbisedimi në këtë podcast për një temë jashtëzakonisht në interes të publikut është gjithashtu këtu duhet edhe një bashkëveprim më i madh institucional, duhet edhe buxhet më i madh. E tham, nis me një person, 40 persona, duhet planifikim më i madh, shtohen dokumentimet. Ato dokumentime kërkojnë kapacitetet brendshme. Po besoni që kjo do të shkojë duke u zhvillu edhe duke u sforcu edhe instituti, edhe financiarisht, sepse mbi të gjitha kërkon financa, pra të gjitha këto kërkojnë mjete financiare. Dhe po shpresoj që shteti, qeveria, qeverit do ta kenë prioritet këto edhe në 2026. Edhe në vitet e ardhshme. Unë shpresoj gjithashtu, po mendoj ajo që është e mirë në raport me institutin është se, si thot populli, neve e ka nisë me na fol puna, dhe projektet që po i dërgojmë gjithse prej fillimit janë marrë seriozisht nga ana e qeverisë. Instituti e ka ligjin e vet, është institucion, agjencion i pavarur në atë kuptimin e mënyrës se si dokumenton dhe si punon, për sigurisht ne duhet të raportojmë, që se buxheti është i qeverisë së Kosovës, ne raportojmë në tek kryeministri, presidentja dhe kryetari i kuvendit, dhe çdo herë që i dërgoj raportet, ato janë në baza vjetore. Unë përveç tjerash, përveç zhvillimesh, sigurohem që ti përmendi edhe planet që i kemi edhe për vitin e ardhshëm, por edhe planet strategjike të institutit. Deri më tani kemi pas përkraje, thash, gjithë ky progres modest i institutit nuk ka ardhur vetë si rezultat i angazhimit të stafit të institutit, edhe pse tham me kompetencë që ai s'ka munguar, se i kam, por ka ardhur si rezultat i mbështetjes që e kemi marrë prej qeverisë, prej viktimave të mbjetuara, familjarëve të viktimave, organizatave jo qeveritare, mediave dhe individëve të tjerë që janë dashamirë të së vërtetës historike. Mesazh shumë i mirë për me përfundu me këto të fundit, edhe po besoj që do të shtohen nëse burimet janë të 700, me ushtu ma shumë nëse ka burime të cilët mujnë me sjell dokumente dhe dhëna të krimeve që ka ndodhur gjatë luftës dhe para në Kosovë. Faleminderit shumë zoti Etemi për këtë bashkëbisedim, edhe qëllimi krejt me informu publikun për atë se çfarë është duke bëjë instituti dhe cilat janë planet në ardhmen. Faleminderit juve për hapësirën. Shikoj, ishim me zotin Adhe Etemi, drejtor i Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në institut i krijuar së fundi me ligj dhe legjislacion, ashtu që e përmendëm, ku folëm për rëndësinë, planet, por edhe për një temë kaq të rëndësishme në Kosovë. Shihemi në përballje podcast të radhës. Faleminderit shumë.